Sot do të flasim rreth përkthimit të Dr. Lazaradit, Qytete dhe fantazma të Jovan Dučićit. Si Prizenas, qysh në fëmijërinë e tij, Dr. Lazaradi pati fatin të ishte njohur si 3 gjuhëve: i shqipes si gjuha e shtëpisë, e turqishte si gjuha mahallës dhe serbokratishten si gjuhë e detyrueshme e shkollës. Kjo e fundit e ka ndihmuar shumë Dr. Lazaradin, sidomos në etapën më të vështirë të jetës së tij në Burg, ku ai si përkthyesi si njohës i serbokratishtes bënte pjesë në grupin e mesazherisë, një grup pune që përbëhej prej burgosurve që njihnin gjuhët e huaja dhe merreshin me përkthime për shtetin e kohës. Por edhe më vonë në përkthimet e veprave, për shembull Epopeja e njeriut e Mirash dhe Martin Ivanajt, që vinte nga serbokratishtja, Jeta dhe zakonet e shqiptarët të Mark Milanit, që vinte nga serbokratishtja, Qytete dhe fantazma e Jovan Dučićit, edhe ky serb, por dhe Stalini, Mozarti dhe Maria Drina e Jevrem Brkovićit, një malazez. Do të fillojmë me parathënien e këtij përkthimi, që na vjen prej Josef Radi. Në të tjera ai shkruan: libri dhe njeriu. Rrallë ndodh që një libër të jetë më i hekur se një njeri i hekur. Ndërsa ky njeri kalonte prova të vështira jete, libri i tij në Nestekut ka qenë gjithkund. Nuk dihet prej çbekimi a prej çmallkimi pas ka shpëtuar gjallë, kur i Zoti ka pasur gjithë të këqijat e mundshme dhe ka mbetur gjallë. Libri është aty në Nestek. Atëherë ti kupton se libri e ka kapërcyer misionin e të Zotit dhe kërkon të kryejë dëshminë sublime. Ai libër ka qenë më i fortë se njeriu që e desh atë. Këto mendoja ndërsa mbyllja redaktimin e veprës Qytete dhe fantazma të diplomatit e shkrimtarit serb Jovan Dučić 1871-1943, përkthyer prej Lazaradit. Shpletoja këtë vepër, botuar diku rreth viteve 20, që ende ruhet në bibliotekën e përkthyesit si ndër më të vjetrat libra relike shpëtuar mbas asaj odiseje 46 vjeçare. Ishte një jetë e mbushur me sekuestrime, burgime, djegje, internime, kontrolle, terror, humbje, transferime, po edhe libra. Si ishte e mundur që ky libër i kishte shpëtuar asaj pafundësie rrethanash asgjësuese? Si ishte e mundur që midis 1000 peripecive të fatit dhe jetës së përkthyesit, ai libër kishte dalë në breg, pasi kishte kapërcyer jo ca dete, por një oqean të tërë mundimesh në pikpamjen figurative. Ja pra që ishte e mundur. Flet mbas flete, eca ndër faqet e zverdhura të këtij libri, shkruar në cirilike, duke kthyer me vëmendje shënimet e shumta me laps, qindra fjalë në shqip e serbisht, një pafundësi frazash e fjalësh të nënvizuara, ku si duket autori ka bërë një punë paraprake me këtë bashkëpunëtar të jetës, tashmë edhe pjesë e rëndësishme e veprës së tij. Vazhdoja ta shfletoja këtë libër, që simbas gjitha gjasave, Lazaradi duhet ta ketë pasur të vetin nga fundi i viteve 20, kohë kur ende jetonte në Prizrenin e tij të lindjes. Në trilogjinë e jetës, në librin Mjegullnajet e një kohe të largët, ku ai shkruan për Prizrenin, rrëfen dhe vizitën e kryeministit francez Eduard Herriot në këtë qytet rreth viteve 25-26, i cili ka qenë i shoqëruar nga diplomati dhe përkthyesi serb Jovan Dučić. Në libra ai shkruan se i kishte lexuar dhe i kishte në shtëpi veprën Qytete dhe fantazma, dhe se nuk ishte i vetmi këtij autori në bibliotekën e tij. Kujtoj se në familje ka qarkulluar edhe një libër tjetër i po këtij autori me poezi, ndonjë prej cilave Lazi ka përkthyer e botuar qysh herët, duke gërmuar në shtypin e kohës dhe në arkivin e familjes gjetëm gjurmë të hershme të kësaj pune. S'duhet harruar se në vitin 1936,
gjatë një vere në Puk me Migjenin, Lazaradi lexoi disa libra nga letërsia slave që Migjeni kishte me vete, prej të cilave përfitoi mjaft. Në bisedat e shumta me poetin, bën nyja dhe figurën e Duçikit, si eseist dhe poet. Ai kishte studiuar për jurisprudencë dhe shërbente si diplomat i vendit vet.